محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Allah në madhur dhe falendrojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. E lusim Allah që të na mbron nga çdo e keqe dhe nga çdo ligësi, pavarësisht a buron nga vetët tona apo na rrezikon nga jashtë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm. Dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguari i tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu xhallahu ala përmend në Kur'an se përmes shpalljes Allahu e ka ndërtuar jetën e njeriu dhe e ka rregulluar atë. Prandaj Allahu xhallahu thotë: "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Mos bëni shkatërime e rënime e fesad në tokë, pasi që Allahu atë ka rregulluar dhe ndërtuar me shpallje dhe udhëzime të duhura. Dhe padyshim se një nga faktorët kryesorë të ndërtimit të kësaj jete, të rregullimit të saj është edhe ndërtimi i raporteve të shëndosha të njerëzve mes vete. Gjakderdhja mes njerëzve, luftrat, krimet e shumta, problemet mes njerëzve padyshim se nuk e bëjnë këtë jetë të qetë, nuk e bëjnë këtë jetë të rehatshme dhe rrëdhëmisht nga kjo as nuk e bëjnë tokën të ndërtuar e të zhvilluar si duhet. Prandaj Allahu te barekuhu teala na ka udhëzuar që ti kontribuojnë në vazhdimsi pajtimit, ndërtimit të raporteve të mira mes vetë dhe këtë Allahu xhallahu ala ka rregulluar përmes adhurimeve të shumta, përmes adhurimeve të ndryshme që ne si besimtarë jemi të ngarkuar me zbatimin dhe jetësimin e tyre. Një nga ato të nderuar është edhe agjerimi, që pikërisht jemi tashmë në gjysmën e këtij muaji. Jemi agjeruar shumë dhe padyshim se përmes agjerimit ne të nderuar akumulojmë energji të madhe, mbledhim forca të shumta, për faktin se kjo është një burim i rëndësishëm i fuqizimit të njeriut dhe i gjitha forcave që ati duhen për jetën e kësaj bote dhe botën e mëtejme. Andaj është padyshim privim i madh të nderuar vëllezër që gjithë kjo energji të akumulohet, gjithë këtë ofertë madhe të ofron Ramazani të ndërtimit ton, të fuqizimit ton, të rregullimit të raporteve mes vete, e në veçantë me Allahun xhallahu ala, e ne nga tërkja të mbetim vetëm të uritur dhe të etur. Është privim i madh, është me vërtet humbje e madhe. Prandaj ne duhet që të maksimalizojmë sa të kemi mundësi përfitimin ton nga agjerimi jon. Në çdo aspekt, edhe në aspektin e përmirësimit të raporteve mes vete, edhe në flakjen e veseve të këqija, në përmirësimin e vetes tonë, por edhe në raport me njëri tjetrin. Në gjitha këto aspekte, agjerimi ka mjaftueshëm potencial që të na ndihmon në ndërtimin e këtyre raporteve që i përmenda më herët. Andaj kur jemi tek raportet mes neve, të nderuar vëllezër, sado që të flasim për raportet mes nesh, gjithmonë duhet ta rikujtojmë njëri tjetrin për rëndësinë e këtyre raporteve dhe për largimin e barierave që mund të qëndrojnë mes nesh, pengesave që mund të na mbajnë larg njëri tjetrit, e që Islami ka ardhur të rënon këto bariera, këto pengesa dhe të na mundson që të jemi ngjitur me njëri tjetrin, mos të jemi afër me njëri tjetrin. Do t'i përmend disa vetëm aspekte të këtij përfitimi që na i mundson agjerimi e të cilat nëse i jetësojmë përmes agjerimit me lejen e Allahut të mëdhuar në mas të madhe përmirësohet edhe më tepër raporti jonë mes nesh. Besoj që gjithë jemi të bindur se kemi nevojë të investojmë shumë në këtë aspekt. Kemi nevojë për një familje ende më të qetë, ende më bashkëpunuese. Kemi nevojë për një familje që ka më tepër dashni e dëmshëri se që ka tani. Nuk po them se nuk ka, por po them ka nevojë për më tepër. Dhe jo vetëm në nivelin familjar, por fshinësor e shoqëror, madje edhe mbar njerëzor. Si e rregullon këtë çështje agjerimit të ndërlozër, duke qenë agjerueshëm, si ke mundësi të afrohesh me tjetrin, si ke mundësi që të lidhesh me tjetrin.
duke qenë agjërueshëm. Të nderuar vëllezër besimtar, një nga pengesat kryesore sot që mbajnë njërin larg me tjetrin është edhe aspekti i komunikimit. Komunikimi, të nderuar vëllezër, është ajo lidhja esenciale dhe bazike e njerëzve mes vete. Njerëzit jetojnë bashkë, prandaj edhe komunikimi është tregues i lidhjes që ata kanë mes vete. Sot si pasojë rrjeteve të shumta sociale, si pasojë shumë aplikacioneve caktuara kështu me radhë, komunikimi i njeriu me një aspekt është zgjeruar, por me një aspekt është varfënuar. Sot kemi mundësi me komuniku, ndoshta me atë në fund të botës atje, shumë lirshëm, madje edhe me kosto të lirë, por sa është pasuruar përmes këtij komunikimi familjar, biseda e prindërve me fëmijët e tyre, biseda dhe diskutimi bashkëtarëve mes vetë, kështu me radhë, kjo është çështje që pastaj ka shumë për të thënë në këtë aspekt. Prandaj, në aspektin e pajisjeve dhe mundësive jemi pasuruar, por në aspektin përmbajtësor të komunikimit jemi varfëruar. Andaj agjërimi vjen që ta pasuron këtë aspekt, që duke pasuruar aspektin e komunikimit të lidhet raporti jonë mes neve dhe më tepër. Agjërimi na mëson që të kujdesemi për komunikimin në dy drejtime, edhe në drejtimin e të folurit, por edhe në drejtimin e të dëgjuarit dhe reagimin nga të folur e dikujt tjetër. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të nderuar dhe tha: "Fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfath wala yafsuk." Nëse dikush është atë ditë agjërueshëm, sot dimë agjërueshëm, atëherë cilë është udhëzimi? Fala yarfuth. Rafath në gjuhën arabe të ndërruar vëllezër që kanë këtë hadith është çdo fjalë e pahishme. Çdo fjalë që s'ka hije me thonë si musliman. Fjalë ofenduese, fjalë fyese, fjalë banale e ult, nënçmuese, përbuese, çfarë do fjalë që realisht nuk është në përputhje me standardin e besimit tënd, nuk është në përputhje me shahadetin që den nga gjuha jote, besimtari duhet të largu në veçantë agjëruesi. Prandaj ne e rregullojmë komunikimin mes vete duke larguar nga fjalori jon fjalët e pahishme, fjalët e këqija, fjalët ofenduese, fjalët përbuese, mallkimin e shumë nga ato fjalë të këqija që ekzistojnë në fjalorin ton e që pastaj e banalizojnë komunikimin dhe e largojnë tjetrin për neve. Agjërimi vjen me pasur fjalorin e njeriu, me pasur fjalorin e besimtarit. Shikoni çfarë tha Aisha radhiyallahu ta'ala anha për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në përgjithësi, jo vetëm në agjërim. Kur flet Aisha radhiyallahu anha gruaja e pejgamberit për fjalorin e pejgamberit, çfarë thot? Nuk ishte i dërguari alaihi sallam fjalë rënd, nuk e rëndon të asken, nuk ishte me fjalor banal, e as nuk ishte nga ata që e ngrit të zërit me bërtit. Shkoj çfarë komunikimi elegant, çfarë komunikimi shumë njerëzor kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Fliste i qetë, fliste fjalë të mira, nga se kështu e ka mësuar. Edhe neve të flasim ku tha i dërguari alaihi sallam: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut." Kjo rregull njët i komunikimit të besimtarit, ku vetë pejgamberi më tha: "Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flet mirë ose le të hesht." Mirë është çdo fjalë që është Allah i kënaqur me të. Mirë është çdo fjalë që ti ke sevap prej saj. Nëse e din se Allah nuk është i kënaqur, nuk ka problem pas asaj fjale, opcioni vetëm këtë rast mbetet me hesht. Dhe këtë mendësi të komunikimit të ndërua vëllezër e rregullon mirë perfekte agjërimi, që duhet t'ja japim këtë mundësi që të na rregullon të folurit tan, komunikimin ton. E në momentin kur rregullohet komunikimi, kur respekton autoritetet, kur dim si me folë me madhvjetrin, me prindin, me dishmin, dim me folë me njëri tjetrin, dim të komunikojmë edhe me triun e me dvoglin, padyshim se ky përmirësim i këtij komunikimi do të përkthehet edhe në përmirësim të raporteve tona mes vete. Por edhe në anën tjetër, kur dikush të provokon, kur dikush nuk është i kujdesshëm me fjalorin e tij, kur dikush me komunikimin e tij si sapat e godet litarin e lidhjes shoqërore, ne nuk duhet ta kapim sapatën në anën tjetër e ta prim edhe në litarin, por duhet ta mbajmë litarin e lidhur, që ndoshta ai tjetri përmirësohet, e rregullohet,
e pastaj e fuqizojmë lidhjen me tutje. Çfarë tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Nëse dikush e fyen agjëruesin, nëse dikush e provokon agjëruesin, çfarë bën agjëruesi? Si komunikon agjëruesi me këtë palë ofenduese dhe fyese? Thot inni mru'un sa'im. Unë jam agjërueshëm, prandaj nuk më takon të bin këtë nivel, nuk më takon të reagoj me fjalë të ulta banale të këqija, nuk më takon. Prandaj besimtari në dy drejtimet e komunikimit, sikur që përmenda, edhe në të folur, por edhe në dëgjim dhe në reagim, është i kujdesshëm që ta mban komunikimin në nivelin e dur, që duke ruajtur këtë komunikim të ruan raport mes neve. Prandaj sa kemi nevojë për fjalor të mirë, sa kemi nevojë për fjalë të mira, e që fatkeqësisht jo rrallëherë na mungojnë. Të nderuar, një aspekt tjetër i rëndësishëm që e kultivon agjërimin në shpirtin e besimtarit, në mendësinë e tij e gdhend këtë kulturë, e që pastaj me këtë kulturë të gdhendur në mendësinë e në shpirtin e tij, besimtari do të raport mira me tjetrin, është edhe vlerësimi i tjetrit, me vlerësu tjetrin. Në çfarë kuptimi me vlerësu të ndërvëzër? Shikoni, Allahu xhallahu ala tha në fund të ajetit të agjërimit, la'allakum tashkurun, që t'jeni mirënjohës, që t'jeni falëndërues. E kur shpjegohet falënderimi, këtë më së miri na ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, se cilë është falënderimi i kompletuar, cila është mirënjohja e duhur, që besimtari duhet gjithmonë të jetë në nivelin e saj. Kështu Muhamedi më tha, ai i cili nuk është falëndërues ndaj njerëzve, nuk mund të jetë as ndaj Allahut. Prandaj ka pak vlerësim sot. Ka pak vlerësim për mundin ndokujt që jep karshi neve, respekt për atë që është kujdes për neve. Dhe kjo padyshim ka zbër raport mes njerëzve. Nuk ka vlerësim. Nuk ka vlerësim brenda familjes sa duhet. Përbuzët mundi prindërve, por edhe prindët ndodh të përbuzin kontribut në fëmijëve. Dhe në mungesë të këtij vlerësimi ngjallet egoizmi. E në ngjallet e egoizmit, padyshim se kputën litarët e lidhjes shoqërore. Por edhe jashtë amureve të shtëpisë, konsideroj se ka mungesë të vlerësimit, edhe të begative, edhe të atyre që janë shkaktar që ne t'i gëzojmë këtë begati. Përkundër begative të shumta që i gëzojmë të ndërvëzër, prapë në fjalën e njerëzve ka mbet dominante gjuha e ankesave, gjuha e mjerimit, gjuha e lotëve për begatit e humbura apo të munguara, duke ignoruar kështu begatit shumëta që njeriu i ka. Andaj, nëse s'ka vlerësim begative, nëse nuk e dim vlerën e të mirave që i kemi, nuk e dim vlerën e shoqërisë, vendit, nuk e dim me vlerësu kontributin e dikujt, nuk mund të kemi pasardhje të mira me vetë ndërvëzër. Padyshim, nuk mund të kemi. Prandaj Allahu na mëson që ta vlerësojmë njëri tjetrin. Dhe nga objektivat madhore që synon feja me i realizu përmes agjërimit është të jemi falëndërues, të ngrit në nivelin e vetdijes tonë karshi kësaj vlere të rëndësishme shoqërore, të falënderojmë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të ndërvëzër ishte shumë mirënjohës dhe çdo kujt që pak diçka i ka bë. Prandaj tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, kushdo që ka kontribu për këtë çështje, ne jemi mundu me ia kthy. Kush i ka ndihmu, është mundu pejgamberi me ia kthy me të mira. Ka von përveç Abu Bekrit, ati nuk kena mundësi na me ia kompenzu. Abu Bekri burri i madh, shumë ka kontribu, por nuk e harroi pejgamberi sa kontributin e tij. E i tha përveç Abu Bekrit, këtij Allahu ja kompenzon kontributin që ka dhënë për këtë feja. E pse Abu Bekri përfiton nga pejgamberi sa, e pse pejgamberi sa pat mundësi me thonë, po ke kontribu për veten tonë, për xhenetin tonë, për fen tonë. Megjithatë, edhe pse përfitimi i Abu Bekrit ishte shumë më i madh se ai që kishte mundsuar me përfitu pejgamberi për ti, po megjithatë nuk e harroi Muhamedi alayhi salatu wasallam. Ne të ndërlozur duhet ta ngjallim sa më tepër vlerësimin. Kushdo që na ka bë mirë, kushdo qoftë ai, kushdo që ka kontribuar me diçka qoftë minimale, duhet i mirënjohës. Të gjithë kemi gabime, të gjithë kemi lëshime, të gjithë nga se jemi njerëz. Andaj lëshimet eventuale, gabimet, mëkatet nuk duhet ta errësojnë pjesën e mirë që dikush e ka pas ndonjëherë në raport me neve apo na ka kontribuar apo na ka dhënë diçka të mirë. Duhet të ruhemi që mos jemi shpërfillës, mos jemi injorues,
por vlerësues negative. Për atë sa ka vlerësim gruaja ndaj burrit, për atë sa ka vlerësim burri ndaj gruas, e prind ndaj fëmijëve, e fëmijë ndaj prindërve, e pastaj në fqinësi, e shoqëri, sa ka mirënjohje, sa ka falënderim, sa ka vlerësim, ka shoqëri të gjallë, aktive, të lidhur. Momentin kur ka injorim, shpërfillje dhe përbuzje, këto pastaj janë goditësit kryesor të mureve të shoqërisë, kur ato rënohen pastaj fillon duke ushtur edhe shoqëria në përgjithësi. Andaj këto janë aspekte më rëndësishme që i kultivon agjërimi në mesin ton, duke na stimuluar dhe motivuar në vazhdimsi ta mirëmbajmë raportin. Nga se duhet me mirëmbajt raportin, jo me lon vetë ashtu të rritet sikurse bimet e caktuar në shkretin që dalin ashtu pa u kultivuar dhe pa u kujdesur. Jo, kopshtari i mirë që do një kopsht mirë me luet mira, kujdeset, e mirëmban kopsht e ti, edhe trupin do me mirëmbajt. Nëse nuk e mirëmban trupin, godisën nga smundje të ndryshme. Duhet me mirëmbajt trupin, andaj edhe raport duhet me mirëmbajt. Mu kujdes në vazhdimsi. E pejgamberi më tha, ai që në kuptim të asaj që na mësoi se ai që kujdeset më shumë për tjetrin, Allahu e don më shumë. Prandaj sa më tepër e dojmë dikën, Allahu na don më shumë. Sa më tepër kujdesim për raportin me tjetrin, Allahu për neve kujdes më tepër e kështu me radhë. Prandaj ti mirëmbajmë raportet tona, çdo defekt, çdo çarje, çdo fërkim kudo që mund të shfaqet, të shpejtojmë e ta sanojmë, e ta përmirësojmë, e ta rregullojmë. Në çfarë do mënyre që kërkohet që në këtë mënyrë të ndërtojmë raportet mira dhe të mirëmbajmë këto raporte, duke i shtuar dhe duke i kultivuar, jo duke i cunguar e rënuar. Allahu na ruaj. Allah na përmirësoj gjendjen tonë. Allah na mëson që përmes adhurimeve tona, sikurse agjërimi, namazi, shumë të tjera, të kultivojmë raporte mes vete, të ndërtojmë raportet tona në mënyrë shembullore që të jetë Allahu i kënaqur me neve, por edhe të jetë na kenë si shembull dhe si model. Kërkoni falje nga Allahu, nga sa Allah falës. Dhe është më shëruas, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu taslima ala khairi khalqillahi ajma'in nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Të nderuar, të shumta janë udhëzimet fetare të cilat na ndihmojnë në mirëmbajtjen e raporteve tona mes vete. Edhe në aspektin e ndërtimit, por edhe në aspektin e preventivave, të cilat ndihmojnë në mirëmbajtjen e këtyre raporteve. Për këtë arsye Islami ka ndaluar çdo element destruktiv i cili mund të ndikon në rënimin e raporteve tona mes vete. Dhe në fund, agjërimi të ndëruar në gjallë në shpirtin tonë edhe dhëmshërin, edhe kujdesin emocional për tjetrin. Nga së në gjendje kër agjerushëm, dhëmshëria, emocioni, është shumë më aktiv se në momentin ngopjes, kër njeri pastaj mund të harrën tjetrin, apo nuk e ndin dhimbjen që e ka tjetri. Dhe gjitha këto në shërbim të kultivimit të raporteve mes nesh, që ta bashkëndjejmë dhimbjen të ndërua dhe zërë, që ta bashkëndjejmë problemin, e pse ndoshta neve nuk na ka prekur, se sa ma tepër e bashkëndjejmë problemin, më let e ka i tjetri me e kalu, e kështu Allahu na don. Shikoni sa ishte i ndihshëm pejgamberi alayhi salatu wasallam këtë aspekt. Kjo ndjeshmëri që sot po mungon, e shet dikën në vuajtje, e shet dikën në mirim, në dhimbje, por ka një indiferencë shqetësuese karshi i kësaj. Një mungesë dhëmshërie me të vërtet e pa kuptim dhe pa shpjegueshme që po shfaqet jo rrëdhëra në shoqërinë dhe familjen tonë. Të bashkëndjejmë me tjetrin, nga se sa ma tepër bashkëndjejmë dhe ka dhëmshëri, atëherë edhe gatishmëria për të ndihmuar është më e madhe. Ta ngjallëm këtë ndjeshmëri, sikurse ishte i ndihshëm pejgamberi alayhi salatu wasallam. Shikoni sa ishte i ndihshëm për ndjenjat e tjetrit, çish po ndihet ai. Shikoni sa ishte i ndihshëm për gjendjen emocionale të tjetrit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. S'po flas për tjerat, veç për emocionet e tij të brendshëm, çish po njihet. Mos mundi i lënduar një musliman, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte shumë i ndihshëm. Të nderuar vëllezër, kur e çliroi pejgamberi sa Mekën, tash me kishte mundësi të hinë Mekë lirshëm, të hinë në Qabe lirshëm.
Një ditë pejgamberi alayhis salam shkoi tek Ka'bja, kryti punë që kishte për të kryer dhe u kthy pastaj tek gruaja e tij Aisha radhiyallahu ta'ala anha dhe i tha. Aisha i tha pejgamberit sa ja Rasulullah, po të shoh në gjendje jo të disponimit. Ndërsa Allahu xhallahu ta ka mundsuar lirshëm të sillesh rreth Ka'bës, lirshëm të falësh tek Ka'bja. Çfarë tha pejgamberi alayhis salam? Shikoni këtë elegancë me të vërtetë, këtë zotnillak që e gëzonte pejgamberi alayhis salam, edhe në aspektin e ndjenjave të tij. Nga se ishte njeri kompletuar. Muhamedi sa tha, hyra në Ka'bë brenda derës, që tashmë nuk mund të hyjmë në atje. Përveç delegacione speciale, besimtarë shkojnë numra në haxh, sillen rreth Ka'bës, po nuk mund të futen brenda, është padyshim problem gjithë futen brenda. Tha pejgamberi u futa brenda Ka'bës, e më kujtuan besimtarë që do vinë pas meje, të cilët nuk do të kenë mundësi të hyjnë brenda. Mund të vinë tek Ka'bja e të kthehen ndoshta me një zbrasti pse nuk u futën brenda. Edhe pse plot kthehen pak zbrasti. Po ja që dikush mund të ketë qef me hi, e rregullat nuk e parashojnë me hi, edhe për këtë aspekt pejgamberi u ndi keq, pse një musliman mos më mund me hi brenda Ka'bës me pa çfarë ka brenda. Apo e vreni këtë ndjeshmëri, apo vreni këtë elegancë të kujdesit për emocionet e tjetrit, për diçka që është shumë periferike, për diçka që fare s'ka të bëjë me ritualin, për diçka që fare s'ka të bëjë me obligimin. Këtë ritualet besimtari i kryjnë dhe nuk ka nevojë kurrë me imrana Ka'bës, nuk i duhet fare kjo punë. Nga se tek Ka'bja duhet me usill, tavaf, jo me imrana, por meq dikush ka mundsi qef me pas, një kurreshti një besimtari e brengos të pejgamberin alayhis salam. E çfarë vazhdon për brengat e tjera reale? Çfarë vazhdon për telarë që mund të ketë një musliman? Sa ishte i ndihshëm pejgamberi alayhis salam. Rajtë në ndozë këtë ndjeshmëri që duhet ta kemi ka një ta ngjallim, ta kultivojmë përmes agjerimit. Nga sotimi e mundson një ringjallje të këtyre emocioneve, të kësaj ndjeshmërie ka shi problemeve të lashtë të tjetrit. E jo që të kemi në mesin tonë njerë që mund të kenë të lashtë probleme, por ja që ne nuk i dim. Të interesojmë më shumë për një tjetrin, spaku për ata që kemi afër të rrethit tonë, për çfarë do probleme të lashtë e të gjindemi, me aq që kena mundësi nga se ky është udhëzimi fetar, ky është agjerimi i kërkuar, ai që të lidh me Allahun xhallahu ala, por pastaj të bën edhe të lidhur me tjetrin. E shumë udhëzime të tjera që dalin nga agjerimi të ndërlozur, të cilat janë përfitime të prekshme konkrete, që nëse kemi pak kujdes me lejen e Allahut i vjelim këto dobi e këto mirësi nga agjerimi dhe përkthehen pastaj në fuqizimin e raporteve mes nesh, e kjo është ajo që Allahu e don për neve. Allahu na largoj çdo pengesë që qëndron mes neve. Çdo ves, çdo lakmi materiale që nuk po na lën të lidhemi, Allahu e largoj për neve. I bashkoft Allah zemrat tona në atë që është ai i kënaqur. Na bëv që të bashkunojmë mes vete për të mirën e asaj që është Allah i kënaqur, për të mirën e vendit ton, popullit ton dhe njerëzve në përgjithësi. Çdo kush i cili don me na përça, me na nda, Zoti na ruaj prej sherrit të tij. Ai që nuk na don të mirën, Zoti e bëf më marr me veten e tij, e na lasht Allahu rahat nga sherri i tij dhe nga keqja e këtij njeriu. Allahu i shëroft të smurit tan. Allahu e lehtësoft problemet, çdo kujt që ka probleme nga mesi jon. U alesoft Allahu borxhlive të lojnë borxhet e tyre. U dhash Allahu sukses të gjithë që mirën me angazhim me punë të ndryshme. E i mëshiroft Allahu të vdekurit tan, e na mëson që së bashku me ta nesër të gëzojmë begatit dhe shpëlimet e xhenetit të përjetshëm. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad, kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.